bukur i basketbollit ka zhvilluar një ndeshje mjaft emocionuese në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës. Mbrëmjen e së mërkurës është zhvilluar ndeshja mes Teuta Basket dhe Bashkimit, pjesë e kompeticionit mjaft të rëndësishëm mbarkombëtar. Ndeshja ishte pjesë e përballjeve të javës së fundit të ligës mbarkombëtare, që ishte prapambetur dhe u mbyll në mënyrën më të mirë të mundshme. Djemtë e detit, krenaria e qytetit, jo vetëm që e kanë fituar ndeshjen, por kanë dhuruar një spektakël të vërtet në parket. Ndeshja u kontrollua gjatë gjithë kohës nga ekipi i Teutës dhe rezultati nuk mungoi. Ajo përfundoi me shifrat 73-44 në favor të bardhë bluve. Gjithë ekipi i Teutës ka luajtur mjaft mirë, por në mënyrë të veçantë ka shkëlqyer Powell me 18 pikë të shënuara. Me këtë fitore, djemtë e detit përmbyllin jo vetëm këtë javë të fundit të ligës mbarkombëtare, por ekipi riktheheti sigurt tek rezultatet pozitive.